Në datën 19 prill kulmon udhëtimi i gjatë i reality show Big Brother VIP Albania. Finalja e madhe e 19 prillit premton të jetë një ngjarje e jashtëzakonshme televizive në historinë e medias vizive shqiptare. E Top Channel për herë ka bërë hapin e madh, duke të kaluar madje vetveten në industrinë e televizionit në hapësirën shqiptare me standarde shumë të larta ndërkombëtare. Grupi 8 i madh realizues i reality show Big Brother VIP Albania është duke punuar për përgatitjet e finales së madhe. Ne do të shkojmë drejt për së drejti me gazetaren ton Doris Sollaku në këtë moment, e cila ndodhet në zemër të përgatitjeve. Doris, të përshëndes, çfarë po sheh aty dhe çfarë mund të na përcjellësh? Juli, të përshëndes, vetëm 3 ditë në ndajnë nga finalja e madhe Big Brother VIP Albania, tani më kanë bërthyer jo vetëm 4 finalistët që kanë dhëruar plot emocione gjatë gjithë rrugtimit të tyre, por edhe të gjithë publikun shqiptar, i cili mezi po pret të di se çfarë do të ndodhi në 19 prill, natën e finales së madhe. Për këtë arsye, pranë meje kam Ledion Liçon, moderatorin e programit. Ledion, të përshëndes. Faleminderit. Si po shkojnë përgatitjet për finalen e madhe të 19 prillit? Tani, përgatitjet në këtë fazë që jemi janë gjithmonë të tilla që ke një listë të gjatë të gjërave që duhet të bësh, një listë e cila vetëm shtohet, ndryshon, evoluon. Është një fazë që për ata që punojnë në televizion është një nga fazat më të bukura, ndërtimi për atë që shijohet në natën e finales. Kështu që po kaloj mirë, natyrisht me pak orë gjumë, me shumë orë lodhje dhe djerës, dhe urojmë që moti të mbaj, edhe t'ja dalim, sepse ndryshe nga herët e tjera jemi pak të prekur nga kushtet atmosferike. Jo se s'kemi qenë herët e tjera, por këtë vit kemi hapur 2 studio edhe për publikun që do vi që ta shohë programin këtu. Edhe ne jemi pikërisht në atë që quhet Studio 2. Kështu që është një studio me tavan qiellin, kështu që varemi pak nga moti. Atë natë do kenë edhe yjet prezantor publik. Me shpresë nuk do ketë re, po do jemi nën çatin e yjeve, yje poshtë, yje lart, yje gjithandej. Çfarë surprizash duhet presi publiku për atë natë? Do të ketë një të ftuar special, në një performancë që ju mund na e zbuloni? Patjetër, vllai i madh mua nuk më lejon që të zbuloj emra konkret, ama do të ketë shumë surpriza. Ajo që do të ndodh në këtë edicion, ndryshe nga edicionet e mëparshme, është që surprizat ju domosdoshmërisht do kenë lidhje vetëm me 4 finalistët, do të ketë edhe performanca dhe pjesëmarrje të artistëve të njohur dhe jo vetëm. Gjëja që mezi po presin të gjithë tifozët e 4 finalistëve janë natyrisht surprizat që do të ndodhin për to, dhe janë 4 surpriza shumë të bukura me pjesëmarrje të njerëzve të njohur dhe të panjohur, të cilët jam i bindur që do të jenë qershia mbi tort në udhëtimin e gjatë të atyre 4 fatlumëve që vazhdojnë të jenë afër nesh këtu brenda shtëpisë së Big Brother. Kështu që do të ketë shumë. E kemi konceptuar këtë pjesën jashtë, ku zakonisht në edicionet e kaluara thuhej emri i fituesit si një hapësirë ku njerëz të cilët duan ta shijojnë nga më afër programin, jo nga rehatia e shtëpisë apo e vendit ku mblidhen me miqtë, me familjarët, ta bëjnë pikërisht këtu. Në botë ekziston kjo ideja e asaj që gjenerata Z e quan viewing party, pra një mbledhje ku ti shikon një program, por jo vetëm aq. Tu do të ketë performanca muzikore dhe më shumë, të cilat do të kënaqin dhe do ta kthejnë gjithë zonën e madhe në studiot qendrore të Top Channel si një koncert të vërtet, një koncert i cili zgjat 6 orë. Fatmirësia jon gjithashtu këtë edicion ishte që kishim artistë të jashtëzakonshëm. Kemi patur edicionin me më shumë artistë të talentuar, të cilët kanë prodhuar shumë muzikë edhe gjatë kohës që kanë qenë brenda, por edhe sapo kanë dalë nga shtëpia e Big Brother, kështu që hitet e gjithë sezoni do të besoj këndohen edhe përcillen me dashuri nga i gjithë publiku që po vjen nga gjithandej. Kam dëgjuar jo vetëm për organizime të qyteteve të Shqipërisë, por edhe nga Kosova është duke ndodhur e njëjta gjë. Janë duke u organizuar për të ardhur për të parë. Fatmirësisht vendi mban, por biletat në secilin rast janë të reduktuara sepse vendi është i madh, po jo dhe aq i madh, kështu që për të gjithë juve që nuk e keni bërë ende, nxitoni që të blini biletën tuaj. Mund të gjeni biletat, Ledion, pasi do të jetë vërtet një natë për të shijuar, kështu siç po na përshkruan. Tani biletat mund t'i gjeni lehtësisht online.
çdo gjë ka kaluar online tani, edhe ne në Top Channel kemi kohë që kemi kaluar online, kështu që në topbusinesschannel.tv mund të blini biletën aty. Nëse jeni akoma me të vjetrën, doni që ta merrni biletën fizikisht, janë po ashtu 2 vendodhjet e studiove të Topit, një këtu në Kashar dhe njëra tek Sheshi Italia tek Arena Center. Kështu që praktikisht është e lehtë për të marrë biletën. Bileta natyrisht ka një çmim simbolik, nuk është qëllimi i bërjes para me biletat, qëllimi është që të mblidhemi dhe të gëzojmë së bashku në atë që jo vetëm ne që kemi jetuar çdo ditë me këtë përvojë, por jam i bindur i gjithë publiku që për çdo banor është kthyer në tifoz të jashtëzakonshëm dhe tifozëria këtë vit ka qenë ndër më të mirat e të gjithë edicioneve dhe për këtë natyrisht ju jemi juve falendërues, të mundet që ta shijojnë nga brenda, të kenë mundësi që ta shijojnë nga afër gjithë këtë magji të cilën deri në vitet e shkuara arrinin ta shikonin vetëm nga televizori. Është komplet tjetër gjë, se për shembull mua më ndodhi ajo kur shkova brenda shtëpisë për martesën e 2 prej finalistëve dhe ato kuptova, është shumë bukur ta shikosh nga televizori, por është komplet tjetër gjë kur arrin të perceptosh gjithë emocionet nga afër, edhe ta kesh në atë skenën aty, e cila do të jetë ndezur me drita e tjera me radhë, në momentin që shpallet fituesi i këtij edicioni. Do të jetë një magji e vërtetë, ashtu siç vetëm Big Brother VIP dita ofroi për gjithë publikun shqiptar. Edion, unë të falenderoj dhe ju uroj shumë suksese të gjithë skuadrës së madhe të Big Brother VIP, sepse jeni vërtet një skuadër që punon pafundësisht për dhuruar më të mirën për publikun shqiptar. Nuk mbetet më gjë tjetër për të thënë, veç se të presim finalen e madhe më 19 prill ora 21:15 me Edion Liçon vetëm në Top Channel. Linja për ju falenderoj, faleminderit Dori Sallaku për këtë intervistë dhe për përcjelljen e kësaj atmosfere. Faleminderit Edion Liço dhe padyshim suksese ditën e shtunë.